Tema për cilën sot do të flasim e kum titulluar Qëndresa në vështirësi. Sepse është cikel e ligjërata për ata që ndoshta nuk i kanë dëgjuar. Një prej cilësive të besimtarit është se edhe kur ka mas shumë të vështirësi, mas shumë të brenga, mas shumë të telashe, besimtari nuk e humb durimin, nuk e humb maturinë, nuk e humb guximin, nuk e humb arsyen, por qëndron stoik dhe i pathyeshëm dhe pranon caktimin dhe vendimin e Zotit. Për me elaburu më mirë është thonja pejgamberit ton Muhammedit a.s. i cili ka thonë, është për çudit çështja e besimtarit, apo me thonë ndryshe, me një përkthim ndryshe, sa e këndshme është çështja e besimtarit. Vërtet çështja e tij, puna e tij është këtë mirësi. Dhe kjo nuk i përket thot pejgamberi askujt tjetër përveç se besimtarit. Nëse besimtari e përjeton një mirësi, një begati, një të mirë, e falenderon Allahun, falenderon Zotin që ma ka mundësu sot varë me falë gjumon pas një mungesë të madhe. Kjo është mirësi, është begati. Por, thot pejgamberi a.s. nëse besimtarin Zoti e sprovon me diçka të pakëndshme, me ndonjë fatkeqësi, ai duron, bon sabër, dhe kjo është më e mirë për ta, më e këndshme për ta. Pra edhe kur ka gëzime, edhe kur ka hidhrime, edhe kur ka mirësi, edhe kur ka fatkeqësi bela, besimtari është stoik, i qëndrueshëm, pajton me caktimin e Allahut xhaleshanu. Disa gjuma kemi thonë se shpresa, siguria, kënaqësia, dashuria dhe qetësia shpirtërore janë frytet e këndshme të pemës që e ka emrin pema e imanit dhe besimit, e cila është e mbjellë në zemrën e besimtarit. Prandaj, për murujt këtë që do të mira, që i përmena, që i takojnë besimtarit, si janë frytet pemës të besimit që është e mbjellë në zemrën dhe shpirtin e tij, besimtari ka nevojë për diçka, ka nevojë për një lloj arme, ka nevojë për një lloj imuniteti, i vjen një lloj mbrojtje, pra me qenë i qëndrueshëm përballë sprovave, përballë belave, përballë këshijave, sepse betejë për mbrojtjen e këtyre vlerave është gjë, nuk është e lehtë, është e vështirë, sepse vetë natyra e jetës, pra në cilën na jetojmë, por edhe njeriu të bën që njeriu shpesh herë mu përballë me gjona të pakëndshme apo me gjona të cilat mundohen mja turmbullu rahatin dhe kënaqësinë besimtarit. Prej sprovave mund të jetë humbja e vendit të punës. Llogaritet prej sprovave. Sepse njeriu me vështirësi e kërkon një vend punës, humbja e këtij vendi të punës, çka bën, çka ndodh? Është një sprovë. Pastaj për ata që merren me studime, me mësime, kur dështon një provim, atëherë edhe kjo është një sprovë. Po ashtu smundja e cila e kundërta e shëndetit është një sprovë. Po ashtu sprovë e madhe është një fatkeqësi e madhe, bela e madhe, është edhe vdekja e ndonjë antarit të familjes. Pra kjo botë, besimtari nuk do të me harru dunjaja, është e krijuar me dhimbje, me vujtje, me lot, sepse Allahu xhaleshanu nuk e ka bën kjo botë me qenë pikë synimi besimtarit, përjetësia e besimtarit. Sado që këto vujtje që po i përmeni, këto telashe, këto probleme, mund zgjasin. Jeta e njeriu prapë si jetë është e shkurtë. Dhe edhe këto kobe, këto fatkeqësi, këto bela kalojnë. Pra është ligji i Allahut, është në këtë botë sprova. Ligji i Allahut është në këtë botë e mira dhe e keqja. Pra Zoti ka bërë ligj, neve njerëzve na ka dhënë mirësi, ajo është liria e zgjedhjes. Apo don me bë mirë, apo don me bë keq. Atëherë si rezultat i lirisë të njerit, pra njeriu pas ka mundësi me zgjedh me bë mirë dhe keq, atëherë si rezultat i kësaj faktura që e paguajmë, ku përmend disa xhomo, është që ekziston edhe e keqja, e cila shpeshherë neve na ngjall pyetje të cilat shpeshherë situata të caktuara i bëjmë, pse nuk po largohet kjo e keqe, pse po ekziston kjo e keqe, pse njerëzit e mirë po sprovohen, pse njerëzit e mirë më shumë ti po sprovohen, ku është ndihma e Zotit, ku është ndërhyrja hyjnore, pra janë shprehje të cilat shpeshherë i dëgjojmë, fatkeqësisht shpeshherë edhe prej atyre që besojnë e mos flasin për ata të cilët nuk besojnë.
Pra Allahu është ai i cili e ka kriju këtë botë me ligjet e tij. Allahu e ka kriju Ademin, alayhis salam, po ka kriju edhe armikun e tij djallin, i cili ka mundu me largu prej rrugës Zotit. Allahu është ai i cili e ka kriju Ibrahimin alayhis salam si baba i pejgamberëve. Po Allah në jetën goja ka kriju edhe një armik me cilin ka mu përballë gjatë jetës ti, ajo është Nemrudi. Allahu xhaleshanu është ai i cili e ka kriju edhe pejgamberin quajtur me emrin Musa alayhis salam. Përballë ti e ka kriju edhe Faraunin. Allah e ka kriju edhe pejgamberin e fundit Muhammedin alayhis salam, po ja krijoi në Abu Jahel apo shumë Abu Jahla, sepse kjo është natyra e jetës. Por çdo herë e mira dhe e keqja janë luftë mes veti. Pra cilësia e besimtarit është se qëndron stoik, qëndron i pathyeshëm, i durueshëm, i maton, pajton caktimin, vendimin e Allahut xhaleshan. Allahu në Kur'an kur flet për këtë çështje thot: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn." Thot Zoti, kështu ne çdo pejgamberi i kemi bën armiq disa nga njerëzit e disa nga gjindet. Pra armiq kanë pas pejgamberët edhe prej njerëzve, po Allahu na rujt kanë pas edhe prej gjinëve që njihen si gjinët e djallëzuar. Kjo ka ndodhur për shkak se Allahu xhaleshanu disave jo ka dhënë atë mundësinë që nëpërmjet të folnit, nëpërmjet shprehjes, nëpërmjet veprimit, pra ai keqi mundohet mi zbukuru punë të këqija, ky i miri mundohet mi motivu të mirët që me bë mirë, sepse shpërblimi dhe premtimi i Allahut është i vërtetë. Të këqit, përderisa të këqit e nxisin njëri tjetrin në mashtrim dhe në djallëzi, atë kjo do të duhet të ishte një motiv që njerëzit e mirë, njerëzit human, njerëzit që akoma kanë njerëzillak pa marrë parasysh besimin që ata i përkasin, e sidomos kur flasim për besimtarët që i kanë të dyjat, pra edhe njerëzillakun edhe besimin, e cilat i shërbejnë njëra tjetrës, ata do të duhet që të ngrihen kundër të keqes, ta ndalnin të keqen, të urdhëronin për të mirë dhe ndalonin nga e keqja. Thot Zoti, shik kështu, ne secilit pejgamber ja bëm ndonjë armik për ju besimtarëve. Pra Allahu, kush kanë qenë armiqtë e pejgamberëve? Jo besimtarët, ata cilët nuk i kanë besu pejgamberëve, apo ata cilët janë tallë me pejgamberët. Pra e tillë është, të nderuar vëllezër, për këtyre ajeteve çka kuptojmë? E tillë është çështja e profetëve, e atyre që ndjekun rrugën e tyre, e atyre që ftojnë për tek shpërblimi i Allahut, atyre të cilët urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Pra kjo është natyra e atyre njerëzve të cilët e mbrojnë kauzën e Allahut, për të cilën veprojnë dhe mundohen dhe për të cilën ne si besimtar musliman Allahu xhaleshanuhu na ka urdhëruar neve. Sot shohim shumë prej besimtarëve që shtrajtohen, maltrajtohen, mbyten, përsekutohen. E shprehet që ndoshta fjalori është i mangët për me përshkru vujtjet me cilat ata që më shumë se 2 vite, e ndoshta ka të tjerë me qindra vite në për provinca ndryshme të botës, këtu kam për parasysh nëse flasim për ujgurët në Kinë, që shpeshherë edhe ne besimtarët veç që kemi harru. Ata janë me qindra vite të përjetu këtë dhunë prej atyre të cilët nuk besojnë. Këtë gjendje që na e shohim me sy tonë, dhe ndoshta nuk kemi mundësi të bëjmë diçka përveç lutjet tona drejtuar Allahut sinqerta që Zoti t'i ndihmon atyre njerëzve. Këtë gjendje Zoti ka përshkruar në surën El-Buruj, në gjuzin e fundit, kamesi gjuzit fundit, një prej surave mesatarisht shkurtra ku Allahu xhaleshanuhu flet për gjendjen e këtyre njerëzve besimtarëve që pse po ndodh kjo. Allahu xhaleshanuhu na ka treguar thot: "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid." E ata nuk po maltretohen, nuk po dënohen përveç se ata i kanë besu Allahut nga dhënjuesit e lavdruarit. Pra nëse dyra me dytë pse po ndodh kjo, çysh dëni mundi m'ia dhon shkaqet e këtyre konflikteve apo luftra. Ato është vetëm një, është besimi. Këta njerëz po maltretohen për shkak se kanë besuar që Zoti i tyre është Allahu, pejgamberi i tyre është Muhamedi dhe libri i tyre është Kur'ani. Na mundë me dho komente ndryshme, po Allahu xhaleshanu këtë komente jam në Kur'an. Pse ndodh kjo urrejtje ka shemove? Pse ndodh? Sepse ata janë njerëz
cilët vërtet e kanë besu Allahun. E tani lind pyetja, e pse bash njerëzit që e kanë besu fart Allahun dhe janë bindur në ta po sprovohen, sepse ata janë rrugën e pejgamberëve. E pejgamberët që do ta shohim kanë qenë njerëzit që mas shumti Zoti ka sprovu. E pastaj ata që kanë shku rrugës tyre. Pra kjo nuk është shaj e njerëz që këta njerëz janë të këqij, po kjo është shaj që ata njerëz Zoti i sprovon për t'i nxjerrë dhe më të fortë. Zoti në numër të madh tyre i përzgjedh për veten e tij, i merr në xhenetet e tij. Kush nga njerëzit sprovohet mas shumë të pyetën pejgamberin alayhis salam. Tha pejgambert. Pa nuk janë pejgambert ma dashnit Zotit, po për me vërtetu besimin e tyre Zoti i sprovon. Për me dalë edhe ma të fort, edhe ma të fuqishëm. Pastaj tha pejgamberi, tha janë ata cilët me i drejti, me i miri që ai që është më afër tyre. Pastaj ai që është më afër tyre. I thanë, pse ndodh kjo? Tha sepse Allahu don që robët e tij mi nxjerr pa asnjë gjuna dhe asnjë mëkat. E keni pa kur qysh sprovohet ari për mu pastru ari prej elemente jo të vlefshme. Ai nuk nxjerret ari i pastër prej toke. Ai është i përzin me llaç, me gur, me metale të tjera. Ai futet në fortore, me mira temperaturë grad. Shkrihet derisa të largohet ai llomi dhe del ari i pastërt. Sprova për besimtarin është kështu. Këto çka shohim ne dhe do të shohim në të ardhmen janë sprova me të cilat Allahu xhaleshanuhu i sprovon sepse don mi nxjerr besimtarët, mi nxjerr të pastërt, pa gjunohe, pa mëkate. Do të vazhdon, tha pejgamberi, të sprovohet besimtari derisa ta takon Allahun dhe në shpirtin dhe zemrën e tij nuk do të ketë asnjë njoll, asnjë gjuna. Kur do të shkojnë banorët e xhenetit, njerëzit e sprovuar në xhenet dhe të tjerët prej banorëve të xhenetit do t'i shohin venet lakmueshme të një grupi të besimtarëve. Ata janë cilët janë sprovuar në dunjë, do të thonë çka është puna këtyre, çuçi kanë fituar këtë shpërblim. Atëherë do t'i thuhet këta kanë fituar këtë shpërblim sepse Zoti ka sprovuar shumë dunjë. Dhe atëherë çka ka ndodhur me ta? Atëherë ajo çka ka ndodhur me ta është se këta njerëz kanë duruar dhe kanë pajtuar caktimin e Zotit. Dhe të tjerë që janë prej banorëve të xhenetit do t'ju lakmojnë atyre që kanë qenë sprovuar në dunjë dhe do të thonë sikur të kishim qenë edhe ne të sprovuar sikurse ata. Sa herë që sprovohesh, kupto se dikush është sprovuar edhe më shumë. Sa herë që vjen një bela, kupto, logjiko se ka dhe bela më të mëdha. Vëllezër besimtar, mohuesit janë njerëzit më të paduruar. Ata që nuk besojnë. Kush do të qofshin ata? Historia dhe jeta na ka treguar se njerëzit më të padurueshëm apo më të paqëndrueshëm përballë sprovave janë ata të cilët janë mohues apo ata të cilët nuk besojnë. Allah ka përshkruar në Kur'an se nëse dikujt thot prej njerëzve ne jo e japëm një begati, një të mirë nga ana e jon, e pastaj u tërheqëm ato. Thot ishe ata të dëshpëruar apo ishe ata i dëshpëruar dhe i përbuzur. Njëri kur nuk ka besim momentet që në begati cilën ja ka dhënë Zoti i mirët, i tërhiqet, e që ai bëhet përbuz i madh, ofendues i madh dhe mohues i madh. Pse ndodh kjo? Pse mohuesit janë njerëzit më të padurueshëm? Përgjithësi. E para sepse ata nuk besojnë caktimin e Allahut. Ata nuk besojnë se caktimi i Zotit, qoftë mirë apo keq, është caktimi i Zotit. Është legja e Allahut, nuk mundesh me ikë prej tij. Po ata dhe më keq nuk e besojnë as Allahun. Le që se besojnë caktimin e Allahut, po ata nuk e besojnë edhe Allahun. Nuk i besojnë as profet. Se ka rëndësi profet, po ka rëndësi, sepse ai që i beson profet,
ai lexon për profet. E kur i lexon tregimet e profetëve në Koran apo në sunetin e pejgamberit alayhis salam, me sheh se profet kanë pas edhe gjëra të mira. Begati, po kanë pas edhe sprova të mëdha. E kur njeriu i beson profetëve dhe i lexon historitë e tyre dhe i ka për shembull profet, ai për ngushëllim i merr sprovat e profetëve. Për motivim dhe për shpresë i merr shpërblimet që Zoti ka premtuar për pejgamberët dhe ata që shkojnë rrugës të pejgamberëve. E mohu se nuk e ka asnjërin prej këtyre. Pra ai nuk beson as profet, po edhe më e keq ai nuk beson as botën tjetër. Ai nuk beson as takimin me Allahun xhallahu xhallahu. Këta njerëz që nuk besojnë, që mohojnë, që janë padurueshëm, i përngjajnë një anije e cila është duke lëndru ndeti dhe pa prit mas anijes ju e shprish aja hunda asaj, bashi i saj dhe një stohi e vogël anija fundoset për shkak se i ka humb busolla. Ndodh me njeriu i cili nuk beson, i cili mohon, i cili nuk e njeh Allahun, i cili nuk beson caktimin e Zotit, i cili nuk i njeh profet, i cili nuk beson botën tjetër, pra i ka humb busolla, i ka humb orientimi dhe një sprov, një goditje, atëra ato e qet për tokë. Dhe ai mo nuk është i gatshëm, nuk është më ai i dobishëm as për veten, e as për familjen, e as për shoqërinë. Mohuesit, a di kur besojnë? Kur ju ngushtohet puna. Edhe këta që besojnë, ama besojnë në situatë ndryshe. Ata besojnë kur ju vjen shpirtin fët, që quhet gargara. Ata besojnë kur e shohin që po dojnë mu fundos, ka ardhur ujë te goja. Ata e shohin kur nuk po mundën me notumë. Ata besojnë kur e shohin se anija po do mu fundos. Ata besojnë kur shohin një fatkeqësi të madhe. Por cilësia e tyre është në momentin kur Zoti u alargon nga mëshira e tij këtë fatkeqësi dhe bela, prap kthehen jetën në rrugë. Këta janë mohuesit, këta janë ata të cilët realisht nuk kanë durim për balljen me sprova dhe nuk kanë durim për mu përball me atë që e sjell jeta. Në situata të vështira kur mohuesit bëhen besimtar, ata deri dje filozofit materialiste, sistemet dhe filozofit materialiste perëndimore që i kanë llogarit për Zot, kur kanë vështirësi bëhen besimtar të Zotit vërtet dhe i mohojnë Zotat e rrajshëm. Bëhen besimtar të Zotit vërtet në këtë situatë dhe i mohojnë këtë ato filozofit, ato sistemet materialiste për cilat kanë fliju, e ndoshta kanë derë gjak, e janë angazhu, e këtë ditunin e pasunin funksion tyre e kanë shti, kur vjen një moment të caktuar ata, çka bëhen? Dorëzohen. Edhe çka thonë, si sta faraoni, edhe ushtarët e tij, kur u përball me ujin që Zoti e boni sebeb ujë me qenë vdekje për ta, tha amantu, tha po i besoj Zotit që i kanë besu Ben Israel, të kishte përqëllim Zotin e Musës dhe Harunit. El-ana, Zoti thot, atash trau me besu, ati ku je nis me shku? Ku ishte nis faraoni? Me myt Musën, me myt Harunin, dashnit të Zotit, me myt besimtarët që i kishin besu këty në pejgamberëve të Allahut, që i dha Zoti, atash trau me ana? Tash është vonë. Kjo është momenti kur Zoti nuk e pranon pendimin, kur njeriu është në përballë me vdekjen në momentet e fundit. Zoti na i fal gabimet, lëshimet, na i pranoft ibadetet, adhurimet, na bëf prej atyre ato që e flasim e veprojmë. Allahumma amin.